si duket, apet kur të vje puna, edhe në boshin e qeveri të koalicionit, zi që shpo del fotografia, në qeveri të koalicionit, apet e bojnë bërlog kur vje puna të zgjedhja e prezidentit. Dhe kështu nuk i shife s'kej kjo, ma shumë duket se onreq skena, ashtu që apet me shku në zgjedhje të reja, na vetëm zgjedhje të shku. U bënë më horë, Kosova është e dëmtume, edhe me të vërtet në kanë shti me dyshu, a janë të bo me qëllim kështu, me dëmtu Kosovën, apo krejton për një me tërpia për funksione, për karrika, për ullësen karrika të pushtetit. Unë e pi përcjell kanalet e Beogradit, ata ku knaqen të bo hajgare me neve, të e vërtetue atezën e vjetër të poshtër që na zdim me bo shtet. Ato dikush paradokohen Unionin Evropian, apeloj të këto 5 shtetet që s'na kanë njoft, që me na njoft, Kosova ka pas shansë dhe i kalëshu shansat, ta shtë të i prishë edhe ma shumë për ta marrë statusin e kandidatit për antarësim në Unionin Evropian, për ta bona i hap ma të tje për antarësim NATO, krejt e kemi sjell shtetin në një blokad dhe kërkush paj nuk ka për veç këta që po garojnë për pushtet. Nëse unë pyetni po cila do t'ishte zgjidhja, nuk është e jemja të preferoj, por mendoj se mas miri do t'ishte një koalicion në mes vetëvendosjes dhe LDK-s, që do t'i kishin për me njerë 48 edhe 20, 68 vota, ta zgjedhin qeverin e koalicionit, mirë po të një aty koqitën apet kur të vje puna të kryetari, sepse LDK-ja e ka kandidate vjosën, vetëvendosja kur të krejt këtë cirkus e bani vetëm për me eliminu Vjosa Osmanin dhe kështu është zirin për i kësaj krize këta njerës që 16 muj për na majnë vetëm në gjendje krize. 3 palë zgjedhje për 16 muj, një shtet shumë ma i fort e serios nuk ishë muj mi pajt, mi përbalu e jo mona. Pra, zoti Vllasi, si skena